pikërisht është mirë që një pacient potencialisht onkologjik të fillimisht para se të fillohet me gjithë çka ti nënshtrohet të ashtu quajturit një tumor bordi. Domethënë një profili multidisciplinar të ekspertëve të fushës, të cilët kishin me caktu se si ka me u trajtu secili pacient në mënyrë po them se cili është individuale dhe varësisht nga patologjia, nga diagnozat që e kemi. Sepse aty mbyllet komplet nëse funksionojmë si tumor board, domethënë, apo në formë konziliare, apo si ta quajmë. Dhe tash aty përcaktohet se ai pacient ka nevojë që fillimisht t'i nënshtrohet trajtimit për shembull onkologjik, me shembull me kimioterapi, si trajtim i themi ne neoadjuvant para se me vazhdu me kirurgji, apo duhet të shkoj te kirurgu pastaj të kthehet tek neve. Domethënë krejt kjo mbyllet aty në nivel të këtij vendimi konziliar apo në nivel të këtij tumor bordi për me e caktu menaxhimin e trajtimit të atij pacienti për matutje. Nëse funksionojmë në këtë formë, mundësitë e gabimeve të gabimeve kushtimisht janë të vogla, gati sa as pak, kurse domethënë mënyra tjetër e menaxhimit mund me lënë boshllëqe dhe hapësira në përgjithësi të hapave të zinxhirëve të menaxhimit të një pacienti onkologjik. A vlen kjo edhe për imunoterapinë? Kjo vlen për gjitha. Kjo vlen për gjitha për shkak se ne nëse e fitojmë një profil për trajtim, domethënë në bazë të këtyre testeve gjenetike, në bazë të një biokimie, analiza biokimike, rezultateve imazherike që i kemi përpara, pastaj nëse e sqarojmë me shumë kujdes raportin histopatologjik që e kemi përpara, në bazë të asaj edhe e fitojmë atë pasqyrën se si kemi me ju qas atij pacienti. Domethënë a do të përfitojë ai pacient gjithnjë në bazë të arriturave shkencore duke u bazuar në evidencë klinike, a do të fillohet me kimio, a do të fillohet kombinuar kimio me imuno, apo është ai pacient për target terapi, për terapi biologjike, e tjera.